9 gusht. Mosbindja dhe hezitimi. Por Jona u ngrit për të ikur në Tarshish, larg pranisë së Zotit. Kështu zbriti në Jafa, ku gjeti një anije që shkonte në Tarshish. Pagoi çmimin e caktuar dhe hipi në anije për të shkuar me ta larg pranisë së Zotit. Jona 1:3. Shtegu i mosbindjes shkon gjithmonë për poshtë, domethënë derisa të ndërhyjë Perëndia. Në nxitime sipër për t'u larguar urdhërimit që i dha Zoti për t'u predikuar Ninivejasve një mesazh pendimi, Jona zbriti në Jafa. Zbriti në anije dhe zbriti deri ku toka mbylli shufrat e saj pas tij në barkun e peshkut të madh. Jona 2:7. Kur Jona e zuri gjumi poshtë kuvertës së anijes, teksa po përpiqej të largohej nga Perëndia, Zoti shpërtheu një erë të fortë në det. Kështu që anija rrezikonte të shkallmohej. 1:4. Megjithatë, edhe pse gjendej në mes të stuhisë së tërbuar dhe përpjekjeve të palodhura të marinarëve që po thërrisnin, po këlthisnin, po luteshin dhe po hidhnin mallrat në det, Jona vazhdonte të flinte. Si mund të ishte Jona kaq i drobitur? Me siguri, ai ishte i lodhur fizikisht dhe frymërisht nga vendimi i tij për të shkuar larg Perëndisë. Edhe pse mosbindja mund të jetë dehëse aty për aty, edhe pse mund të na jap një shpërthim energjie të çastshëm, në fund fare, ajo është gjithmonë drobitëse. Është e vështirë të gjuash me shkelm kundër hostenëve. Veprat e apostujve 26:14. Zorse mund të përjetojmë ndonjë gjumë më të mjerueshëm dhe pa ngushëllim, se sa ai që vjen pas rebelimit ton kundër një fjale të Perëndisë dhe nga dëshira që lind më pas për të fshehur nga të gjithë, duke u tërhequr në privatësi në shtratit ton. Jona donte që Perëndia ta linte rehat. Megjithatë, Perëndia ishte shumë i mëshirshëm për ta bërë këtë. Prandaj, ai dërgoi një stuhi dhe stuhia e shtyu kapitenin e anijes që ta gjente Jonan dhe ta zgjonte. Kapiteni përdori të njëjtën fjalë që kishte thënë edhe Perëndia më herët për ta thirrur Jonan që të predikonte. Qohu, kërko Perëndin tënd. Jona 1:6. Krahaso me 1:2. Atëherë, këtu shohim një tablo hezitimi të madh. Jo vetëm hezitimin e Jonas për të bërë atë që i është thënë, por edhe hezitimin e Perëndisë për ta lënë shërbëtorin e tij në brengosjen dhe mjerimin e mëkatit të tij. 3 ditët që Jona do t'i kalonte në barkun e peshkut të madh, dëshmojnë edhe më shumë në lidhje me këtë të vërtet për Perëndin. Edhe pse rebelimi i Jonas meritonte ndëshkim, Perëndia shumë shpejt do ta shpëtonte Jonan që të mos vdiste në det, dhe do ta ripërtërinte atë që ai t'i predikonte gjykimin dhe mëshirën popullit të Ninives. Perëndia vjen vazhdimisht te ne, në mosbindjen tonë, duke mos qenë i gatshëm për të na lënë të dergjemi në mëkatin tonë. Edhe nëse i mbyllim veshët me gishta dhe hiqemi sikur nuk e dëgjojmë atë, edhe nëse refuzojmë hapur që të bindemi, Perëndia i kërkon fëmijët e tij enda cak. Ai na do aq shumë, sa që nuk do të na lërë të vazhdojmë me kokën tonë. Në mëkatin tonë, ne nuk mund t'ia kalojmë dot mëshirës së Perëndisë, i cili nuk do të na lërë kurrë dhe as nuk do të na braktisë.